Emisioni Radio Focus. Debate, kronika, analiza dhe lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni në emisionin Focus në programin e parë të Radio Kosovës. Në vazhdim ju jam Berian Mustafa dhe kolegu Mendu Hysa. 4 vrasje brenda 3 ditësh. Është ky një alarm për organet e rendit, hetuesisë, drejtësisë për një trajtim shumë serioz të shkaqeve, rrethanave që quhen në këto akte të tmerrshme. Por cilat janë faktorët që po kontribuojnë në rritjen e akteve të dhunës, a janë ata kulturor, social, ekonomik, individual, psikologjik. Këtë do të mësojmë në minutat vijues nga bashkëbiseda me sociologun Genc Xerxa. Zoti Xerxa, mirëserët në studion e Radio Kosovës. Mirësevgje të, krasi. Cilin faktor nga këto që i përmenda po kontribuan më së shumti në këto akte të dhunës, me që ne si Kosovë kemi edhe specifikat tona? Po, është e vërtet, këto akte të vrasjes që po ta shpeshtohen dita ditës pra kishëm 4 vrasje brenda 3 ditëve në 3 lokacione të ndryshme. Këto ko pas kohe e kanë atë afinitetin e vetë shpërfaqjes. Ekzistoj shumë faktorë të strukturuar. Pra, së pare i kemi, ti përmend disa faktorë social, pra kemi keq komunikimin, apo kulturën e komunikimit që problematikat, apo konfliktet e ndryshme, të zgjedhim në mënyrë pasore. Ne i zgjedhim, nuk kemi zgjedh pra metodat në mënyrë civile apo qytetruese, po i zgjedhim anën e dhunës. Dhuna na u ka bë kohëve të fundit si një normë, si një standard, ku shumicën e gjërave mundohen të arrijnë me shpërfaqjen e saj. Pra, kjo dhuna e spjegon shumë mirë edhe shumë sociologë e filozofë ndryshëm. Kjo është e strukturuar dhe është pak më e thellë tani këto ditë gjendet në shumicën e strukturave të jetës sonë sociale. E gjejmë nëpër media, shpërfaqjen e filmave, pastaj kemi shpërfaqjen mes këngëve të ndryshme, këto këngët e sotme të mitet, legjendat, pastaj filmat e ndryshme të Hollywoodit, pastaj edhe shpërfaqja rrjetet sociale, mos shpërfaqje e egzageruar dhe dhunës. Edhe glorifikimi nga njëherë i kriminalëve atyre që kryen krime. Është e vërtet, e gjitha këto kontribuojnë faktikisht në mosgjidhjen atyre konflikteve dhe mënyra më e lehtë është me anën e dhunës fizike, e cila paraprihet për dhunës ndoshta sociale, psikologjike, e në anën tjetër pas faktore këtu kemi edhe faktor tjerë si që përmende socioekonomik, pa mirëqenia jonë e degraduar në shumicën e rasteve, rëndon në shëndetin tonë mendor. Pastaj ky shëndeti jonë mendor mundet me pas problematika të ndryshme qofshin trashëguese, patologjike, në disa raste sforcume dhe prej rrethanave të ndryshme, si që përmendëm socioekonomike, e këto kontribuojnë kur i shtohet pastaj dhe mos në dishkueshmëria dhe aparati i drejtësisë i cili çalon te ne, kjo me një farë forme e bën një farë nxitje apo shkelësit e drejtësisë të na përsëritën e kemi recidivizëm të shpeshtë sa i përket këtyre ngjarjeve. E mos t'i harrojmë normat tona kulturore apo sociale, të cili kemi të strukturuara brenda pastaj armbajtja. Sipas një statistikave të fundit 2025 në bësh një farmatje ku popullata civile ka në posedim 436.000 vetëm në Kosovë armë që i posedojnë. Prej tyre vetëm 43.000 janë me leje, afër 400.000 janë të cilat popullata i ka pa leje. Kjo është një indikator mjaft i keq, edhe një cënim i sigurisë kur popullata thuja 23.800 banor kanë armë. Faktikisht çdo i katërt i banor në Kosovë posedon armë pa leje. Shoqënia e Kosovës është një shoqëni që ka kalu luftën nëse shohim vitet 90-ta, pastaj kemi gjeneratat të cilat kanë lindë prej vitit 99 të tutje. Pse i gjet ky frustrim? Nuk jemi trajtu si shoqëni
apo është çështja që ndoshta në vend të investimeve tuaja që kanë ardhur në Kosovë, ndoshta është dashur me na ardhur më shumë psikolog me u trajtu në aspektin psiqik. Po, kemi na dhe problematika post-traumatike, sipas ekspertëve psikolog, mendojnë që edhe pas 20 viteve traumat e luftës mundën më shfaqen në forma të ndryshme. Format agresionit, format tanktheve, të maktheve, mas ju referuat luftës. Po në anën tjetër, e kemi edhe një stil tjetës tani shumë të gulfatur, si nga aspekti teknologjik, me rrjetet sociale, pastaj imazhet të ndryshme që na vijnë pe luftave, pe zonave të ndryshme. Tash na u ka bërë si përditshmëri, po na bëhet kjo dhunë e përbrendsuar e shfaqur në opinion, po na bëhet si diçka standard norm, si kemi rrinë na si gjenerat e viteve 90-a e tutje me trashëgu këtë frustrimin tonë edhe të gjeneratat e reja. Po flasim për gjenerat që kanë lind qershor 99 që s'kan pa luftën, megjithatë ne si prej tyre nuk kemi arrit si duket me dalë. Edhe kjo thonë edhe gjenetikisht. Ne të gjithë me kemi përjetu luftën dhe të merret e luftës, mund të gjenetikisht më përballet të gjeneratat e tjera. Ashtu që është një prej indikatorëve dhe kjo. Pastaj siç i përmendëm edhe këto mënyrat e stilet jetesës ish përfaqesh luftën Gaza, ishte tulifart mere, ishte në Rusi që ka po ndodh. Dita ditës mbushesh me këto imazhe, me këto fotografia. Pastaj edhe diskursi jon i rrept, agresiv, edhe shumë linçues, debate të ndryshme, këtë kjo ndikon një farë lloj çaj frustrimi, e kemi një farë mos them kolektivisht një farë mlejfi të akumulum, të cilën s'po mund të zbrazemi. Tash, me anën e emancipimit edhe vetë edukimit arsimit popullatës, ne mund të kërkojmë se kemi ekspert në ndrysh, psikoterapi të ndryshme, për këtë kjo vjen prej shëndetit të rënduar me ndorë. Po, kanë filluar dal nga dal, njerëz ta kuptojnë, të kërkojnë këshillime profesionale, që ta te kalojnë ato suaza të ngërqeve të frustrimeve, ato të mblejfit akumuluar, si që përmendet që mundet me qenë si vazhdimësi e pasojave apo e problematikave që na kanë përcjell. Pastaj kemi edhe pandemin, ne kemi qenë 3-4 vjet të mbyllur. Këta ajo kanë diku në atë shëndetin tonë, mendohen në farforme, ajo dikur të them se pëlqet në forma të ndryshme. Ai bie kjo që t'jemi kushtimisht po them bombarduar si kolektivitet nga këto të këqija, por që pastaj shërimi është individual. Nëse jemi bombarduar që është në mas, atë shërimi është individual dhe është shumë problematik. Po, është e vërtet, këtë varet se si individi e sheh, se si qasët asoj problematike dhe sa percepton se ka problem. Do shta me ndonjë shëndet më rëndua, a ka me një shfaqje të kaluar të agresivitetit, po kontrolin që thojnë management anger, që thojnë angles të ka një farë kontrolit kësaj, janë edhe trajnime të ndryshme, të cilët i justifikojnë me një lloj pozitiviteti apo qasje dhe i këtyre sfidave. Pastaj edhe stilet e ndryshme tjestës, që po na vinë dal nga dal, janë kërkesa të mëdha në këtë jetën tonë dinamike që shumicën e rasteve nuk mund t'i mbërthejnë. Edhe këto krijojnë ato frustrimet, ato ngërçe, ato pakënaqësitë, të cilat mandej shfaqen në forma të ndryshme, qonë forma të ekspresionizmit të diskurseve mjaft këqija, pastaj edhe mandej shfaqet dhunës fizike. Po çfarë duhet bërë, sepse keni të drejtë, kjo hapja jon pas 99-s është një hapje nga një mbyllje hermetik, egër, dhe marë parasysh mediat sociale dhe mediat tradicionale që ofrojnë shumë çka, dhe krijohet përshtypja nga njerëz se të rinjt janë në një farë gare, në një farë vrapim pas të mirës materiale për ta bërë me çdo kusht. Do të thonë, nuk ka një, si të themi, nuk ka shkallë në atë vertikalen se si mund të arrihet. Çfarë mund të bëjmë ne në kuptimin vertikale se si mund të arrihet në top, po kërkohet që brenda natës kjo të bëhet. Pastaj aty hyjnë gjitha kombinimet e mundshme, nëse dikush prej të rinjve i ka caktuar vetës atë topin lart atje. Atëherë, si shoqëri, si shtet, çfarë duhet bëjmë me këta të rinj, me këta njerëz që mendojnë se çdo gjë brenda natës dhe se çdo mjet është i justifikuar për të arritur një qëllim të caktuar. Po kjo i çdoft
kemi planifikime apo strategji afatgjata dhe afatmesme. Kjo duke filluar nga institutet parashkollore, pra duhet një farloj edukime i mirëfillt. Na duhet ta kemi edhe një edukim medial kushtimisht, edhe një edukim komunikus, se i kemi humb ato vlerat kushtimisht, me thonë disa raste të respektit edhe të tolerancës dhe mirëkuptimit mes njëri tjetrit. E vetmja mënyrë e qasjes në komunikim është e luajtjes të fortit në këtë moment. Ajo faktikisht në të kaluarën ne nuk kemi edukuar edhe kemi marrë mësime të ndryshme se si duhet qasur, po me këto trendet, me këto si që i përmendet jo këto ngulfatjen dhe këto kërkesat për arritur kulmet, së shpejti këto e në mjaft frustruste dhe mjaft të lodhshme dhe kërkojnë energji cejma, se kjo të arendojnë në farforme edhe shëndetin mendor, sepse këto brenda natës ti nuk mund t'i arrish ato pjedestalet më të larta. Kjo vyp kohë, kjo vyp angazhim, kjo vyp edhe një far lloj rrugtimi të gjatë edhe të sigurt për mi arrit ato çështje. Tani edhe me këto platforma teknologjike ku njerëz shpërfaqin jetën e tyre ideale, e bëhet një far lloj kompeticioni, apo them një far xhelozie sociale mes njerëzve, sepse ai po mund t'i arri, unë nuk po mund t'i arri, pastaj krijohet një far lloj jo vetvlerësimi, një far denigrimi, edhe jo përmbushje e vetvetes që çon disa emocione negative, edhe cilat mund të shpërfaqen pastaj me agresivitet, mos tolerancë, edhe me një far shpërfaqje të urrëties në pakënaqësi të ndryshme, të cilat gjatë rrugtimit ti nuk mund t'i arrish, edhe ndërsa një kohë ja ke qitë ndoshta edhe caqet vetvetes dhe ato pritshmëritë ndoshta janë utopike apo jo shumë të larta, por mundësitë të cilat ne momentalisht si shoqëri kemi. Po zoti Xherca, jeta në rrjetet sociale nuk është jetë reale, është jeta virtuale. Prindrit e kanë për obligim me ju tregu dallimin midis reales dhe virtuales fëmijëve. A qëndron problemi edhe te prindrit, ndoshta edhe prindrit janë prej e frustrimeve të rrjeteve sociale. Po kjo shkon me nivelin e arsimimit dhe edukimit në një shoqëri. Na e dim që kjo jeta ideale apo që paraqit në virtual nuk është e vërtetë. Po tash sa mundën njerëz me perceptu edhe më shumicën e rasteve e marrin si të vërtetë dhe ashtu faktikisht reale, krahasim nuk mund ta dallojnë prej asaj paraqitjes apo aparencës një far prezantimi, psikologët thonë prezantimi strategjik në opinionin publik. Edhe këto dallime, këto krijon pastaj ato frustrime, duke mos ditur ta dallosh atë jetën reale prej asaj jetës utopike apo virtuale që na shfaqet, edhe tash kohëve të fundit pesundon, thoya edhe këtë jetën tonë reale, edhe tash secili individi ka këto platformat e veta sociale dhe komunikon, edhe mundohet sa më shumë ta prezantoj veten në mënyrën më të mirë, në disa raste nuk është shumica e rasteve nuk është e vërtetë ajo çfarë ne prezantojmë në rrjetet sociale. Zoti Xherca, së fundi kemi edhe një vrasje të një nëne që la 3 fëmijë. Si do duhet të përkufizoj, sepse kemi një rritje të numrit të vrasjeve. A duhet quhet drejt si femicid kjo që po ndodh, sepse ndoshta duke e quajtur si të tillë, duke e emëruar me këtë emër, ndoshta do të mund edhe të ndryshonte qasja edhe organeve të tjera që merren me këtë problematik në kuptimin edhe organeve ligjore. Por pyetja ime e parë është kjo. Do të thënë, a ka të bëj kjo vrasje e grave me si të them, me çlirimin e grave nga roli i vet tradicional që kanë pasur patriarkal në kuptim. A është edhe kjo një ndër arsyet pse burrat nuk po hezitojnë të kryejnë akte të tilla? Po mundet me qenë tash prej 2010-s deri këtë vit 2025-ën ofër 5 në gra, prafërsisht rreth 60 janë vrarë, zakonisht kanë qenë ata burra, baballara, apo djemë të cilat kanë marrë aktin barbar në duar ta vinë
kushtimisht. Këto në shumicën e situatave, ky lloj femicidi është i strukturuar edhe bëhet për shkak të normave të ndryshme sociale dhe kulturore. Në kontekstin tonë, nëse kthehemi kulturor, na e dim që gjatë martesave të ndryshme, gjatë edhe kanoni Lek Dugaxhinit e ka pas pajën apo që si themi na qejizin. Ona e gruas brenda qejizit ka dhënë edhe një plumb brenda si qejizit familjarëve të burrit, në rast cenohet deri dhe morali i familjes, faktikisht këtë vullnetin e jetës ja ka faktikisht deleguar në disa raste edhe këto martesa të kaluam kanë qenë, do të thotë mos njoftë njëri kushtimisht pa njohur dhëndret, që ai ta vë drejtësinë apo ta vën atë drejtësinë e moralit në vend, edhe mos të cenohet. Pra ka qenë një presion edhe këto normat sociale tona kanë qenë çant gulface, të cilat edhe vrasjet në aspekte jo humane janë arsyetuar sipas kodeve dhe normave të ndryshme nga diskurse të ndryshme, qofshin ato patriarkale apo keq interpretime religjioze, të cilat në një farë forme kanë ushqy këtë farë lloj norme, këtë lloj tradite të prurjes së moralit dhe rendit në vendin e vetë. Me që e hapët këtë problematikë, në studimet tua, në analizat tua, del që dhe trit sot, dikun në ndërgjegje në sapë koshiencën e tyre, kanë diçka të tillë në mendje? Po, tash shoqëria jonë jo në mas, nuk mund ta egzagjerojmë apo ta përgjithsojmë, sepse kemi edhe një lloj ngritje emancipim, e kemi edhe institutin e divorcit, kur çifti nuk ecë me normat, me rendet patriarkale, edhe këto normat strikte sociale, institucioni i divorcit nuk është njoftë. Gruaja është dashur të jetë në shërbim të dominimit të pushtetit të burrit, duke e ruajtur rendin e vet moral kushtimisht, duke ditur që vetëm këtë rendin tonë sociale patriarkal, femra është më e brisht dhe thyrja e kodekseve morale etike vjen nga gruaja, që nuk është e vërtet, po ashtu është shpërfaqur në opinion. Burrat e kanë marrë dhe kushtimisht gruaja është dashur ta ruaj atë devotshmërinë, bestikrinë, gjithmonë në tutelën e burrit apo sistemit patriarkal. Edhe në atë moment qofse ana patriarkatja, ana e maskuline ka vrejë që kjo po shembët dhe po vjen pikpyetje, atëherë ai çfarë skajshmërisht ka shkuar ajo punë që ka marrë edhe ligjin e duar e veta, duke vërë edhe vrasje të ndryshme. Po flasim për dy dimensione tjera, po flasim për maskulinitetin, për sistemin patriarkal, cilin të paktën kemi besu prej viteve 70-80 tutje kemi vazhdu me të paktën me provu me ullë. E në anën tjetër sot, vitin 2025, po flasim për një prezencë qashtovshme në rrjetet sociale, për një hapje të madhe të dëshirave për të shku, për të udhëtu, për të pas vetura. Dhe këtu nuk po muj me e gjetë atë balancin. Shqyqani tash shpërfaqja dhunës bëhet edhe pe disa aspekteve atyre. Pra tash e kemi edhe një objektivizim të objektivitet të gruas. Pra shpërfaqja imazhi i saj, në mënyrën e shpërfaqjes së saj nëpër media, aspektet e ndryshme për shembull pornografike dhe ideologjitë ekstreme kundër grasë në farë forme e ushqin edhe i nxytin edhe i cytin këto veprime të shpërfaqjes dhunës edhe nëse në këto kohëna tona të moderne. Keni rastet, keni vllazëritate ata me misogjini edhe me diskurset e tyre kanë bobuj në shumë vende të ndryshme evropiane, qoftë edhe në Angli. Por kemi edhe shpërfaqje të mënyra diskursive edhe në këto ditët e sotme që janë ndoshta te kaluar pa imagjinueshme, po këtu ushqen nga qarqe të ndryshme në të cilën pastaj shumica të rive apo njerëz bin prej. Kemi pas edhe një grup Albanian Kings i cili ka qenë platforma Telegram. Në anën tjetër, ajo që po më intereson është kështu. Sa po kontribojnë ndoshta edhe vetë femrat me paraqitjen e tyre, perceptimi i tyre nga ana e mashkujve. A nuk janë mashkujt kosovar qatë shumë të papërgatitur për të perceptuar një femër e cila me dëshirën e saj mundet paraqitet në format ndryshme, qoftë në rrjetet sociale, mund të jetë ndoshta edhe një të
punon një punë që duket pak më e pazakont për mentalitetin tonë. Po, këto kemi në problematik respektimit të lirive drejta njëri dhe kufizimet. Ne e dim që, ajo është klishia, lirit e mia përfundojnë deri kur fillojnë të cënon lirit tuaja. E ne këto nuk pe kuptojmë, edhe ne po synojmë të thejmë ato bariera, ato limite, edhe faktikisht pe diskriminojmë me sjellje, me gjuhë, edhe me veprimet tona duke mos respektuar oponentin apo me atë që kemi përballë. Por kemi një mungesë të edukate, këtë lloj komunikime, këtë qasje sociale momentalisht, ku nuk po dihen këto limite, ndërsa liria apo aparenca se cilët njëri në vendet demokratike është liberale dhe e mund ka të drejtën të shpërfaqen çfarëdo forme që është. Kushtimisht ajo është jeta. Shqiptarët duket që e bartin këto pavarësisht që ka pas migrime të mëdha. Në Gjermani për shembull është raportuar vjet që dhuna në familje ka ndodhur më shumë në rastet kur burrat shqiptar kanë sulmu gratë, kanë rraf, kanë vrarë se tjera. Do me thënë pavarësisht ambientit ku jetojnë, duket që ai maskuliniteti jona e barti me vete. Po se na e barti me vete, se tash edhe diaspora, qoftë edhe në viteve 90-ta e kanë marrë fotografinë. I kanë rujt kodekset, normas, kulturën edhe zakonet për këtujt edhe i kanë bartur. Një konservim total atje, edhe pse jetojnë rrethana ndoshta moderne dhe ndoshta më përditësuara në gjitha aspektet, po pa marrë parasysh atë anën shpirtërore ndoshta nuk kanë arritur ta tekalojnë atë lloj emancipimi, duke u përshtatër apo integruar me gjitha shoqëritë ato ku jetojnë. Pa ta lexuar një artikull diku thotë që ne shqiptarët, mashkujt shqiptar, thotë jemi produkt i nënave të vonuara. A tingëllon e rënë për veshjen apo ka diçka? Ka diçka, e dim që nanat shumë bojnë mas djeve, edhe tash është një farforme edhe edukimi se si nanat i edukojnë fëmijët e tyre. Në qofse bojnë dallime brenda shtëpisë, si pa aspekti higienisë, pastaj ndarjes punës, qoftë si thotë për shembull nana, vajzës që është reja bukër, apo ai kushtimisht të mësohet mac sistem të mendimit edhe të shërbimit. Djemtë shqiptar kanë shumë pikë dopt për nanën, kanë dashni të madhe për nanën, po të njëjtën dashni edhe të njëjtin respekt nuk e demonstrojnë te gratë e tyre, te bashkëshortet, të dashurat. Tash kjo po hen me një farloj si lloj studimi, se dhe nanat kushtimisht kanë lidhje emocionale, thojnë më shumë me djemt se sa me vajzën, ndërsa babat janë lidhur me vajzën. Ashtu që nëse ai frymëzohet, që të ketë non stop atë komoditetin, ato shërbimet, kushtimisht me jetu si një beg apo si një pashat që i kemi thonë, ai atë kulturë edhe atë stil të jetesës do ta kërkoj pastaj edhe bashkëshortja. Edhe këto pastaj mund të bëhen ato përplasjet e mentaliteteve dhe koncepteve të ndryshme, se edhe në shumicën e raste madje djemt i kërkojnë atë kujdesin, atë respektin që ka bë nana edhe tek bashkëshorten. Pra një farë forme duhet edhe një farë mendoj që edhe në fëmijëri një edukim i barabartë në mes gjinive, edhe ndarje punës e barabartë, edhe djemt mund të përzihen qysh më herët edhe në kuzhinë. Po dhe djemt që shohin nëna duke ju dhunua nga burri. Ajo nga baba, atëherë predispozitatë janë që edhe ai këntarmen të jetë dhunues ndaj bashkëshortes, sepse duke jetuar në atë ambient, edhe ka predispozitë antarmen me qenë po i njëjtë. Shkëtnitin mund të mendo. Folëm pak për themi u kufizum të një dimenzion plotësisht njerëzor në kuptimin e zhvillimit kësaj problematike. Po, a kalojmë pak te aparati dhunës, sepse na kemi shtet nga viti 2008. A kemi krijuar në një sistem efektiv që mbështet, që mbron gratë dhe në përgjithësi më të doptit e kësaj shoqërie? Në farë forme në mënyrë indirekte dhe shtetin institucionet relevante apo aparati i drejtësisë në farë forme këto qalon. Pse qalon? Sepse mos dushkueshmëria apo përmirësimi i aspektit ligjor të ne mungon. Pastaj, shumicën rast aparati i drejtësisë ka qenë efikas pjesërisht apo as pak. Ne dim që ka pas edhe nuancat korrupsionit, ku shumica e verdikteve
nuk janë respektuar ligjet, po janë kërkuar ato zbrastirat ligjore apo improvizimet të ndryshme dhe dënimi nuk u marr në mënyrën e duhur. Edhe kjo jep indikacione apo shkac për recidivizëm dhe përcëritje. Kjo i shtyn edhe shkelësi tjerë potencial të marrin hapjen e tillë. Në rastin kur institucionet tona apo mekanizmat tonë shtetëror neglizhojnë apo nuk e kryjnë detyrën në mënyrën e duhur, duke mos bërë dallime apo diskriminime, qofshin ato gjinore apo prestigjit apo situatave të ndryshme, qoftë dhe një person publik në pozitave, para ligjit të gjithë duhet të jenë të njëjtë. Në një farë mënyrë ka shpesh raste kur mbështetja nga institucionet i ka krijuar disi mbështetje e pakt ose fare e viktimave, i ka lënë në një farë mënyrë që dorëzohen viktimat dhe, si të them, të mbesin mëshirë e dhunuesit e atij. Po. Kjo si shpjegohet kjo? Si shpjegohet kjo që nëse një grua kërkon ndihmë nga institucionet dhe ajo nuk mbështetet aq sa duhet? Çfarë ndodh pastaj me të tjerat që janë viktima potenciale nesër? Po kjo është një mesazh mjaft i keq të ne në shoqëri që faktikisht mesin në mëshirën e Zotit. Tash, kontekstet ton kulturor, qofse edhe ne si një zyrtar publik, jam i ngarkuar me këto normat sociale patriarkale, edhe kur të vjen për shembull rasti funksionon funksionaj me atë sistemin mentalitetin normativ apo patriarkal, duke anashkaluar ligjet, duke thonë hajtë se nështë ti ke bojë hizmet. Po, e justifikojmë dhunën, mundum ta mitimizojmë, duke do shta në disa raste dhe duke viktimin duke shpollur fajtor, e duke faktikisht amnistuar agresorin apo dhunusin. Disa raste. Pse? Këtë të gjitha këto prej mentaliteteve apo prej kulturës apo emancipimit ton vetanak, kur njerëz shumicën e rasteve ndoshta nuk janë dhe bashkë profesional në vendin e punës, nuk korespondojnë me ato mekanizma, mentalitetin në cilën ligjin pavarësisht duhet vetëm ta shtysh përpara. Kemi sot është interesant një reagim jashtëzakonisht të fuqishëm të barsëve të institucionit dhe elitës politike në Kosovë kundër këtyre rasteve. Mirë po, kishëm një fushat një mujore ku pa dëgju Kogja denigruse, kogja fyse. Kogja fyse. Sa në fakt është kjo... Po dhe pushteti ushqen këtë farë atmosfere. Shpërfaqje. Jo të përmbajtjes. Pastaj, mos respektimi për zyrtarëve politik të institucioneve të drejtësisë lënë mesazh të keq edhe të qytetarëve. Qofse ti nuk i përgjigjesh thirrjes, je bars institucioneve, nuk ju beson kushtimisht, atëherë çka të themi ne? Çfarë mesazhi po jepni? Pavarësisht me të gjitha brightësitë, me të gjitha, po mesazhi i njerëzve të cilat qëndrojnë në pikat publike duhet të jetë shembull, model për qytetarët. Cila mendoni që është rruga më efikase drejt, mos them çarranjostës, sepse dhuna është dukuri globale, është e pamundur. Mirë po, ulja në nivel, të themi, tult, që do të ishte nivel i akceptueshëm, kushtimisht po them i akceptueshëm. A është preventiva, a është edukimi, a është sanksioni, ligjet... Ose gjithas bashkët. Po, aty vjen e mekanizmi duke filluar për institucioneve edukative arsimore, pastaj sistemit të drejtësisë, pastaj edhe negocimit hapjes shoqërisë, duke mos pasur tema tabu, po të diskutohet të gjitha, të renegociohen, të gjendet modelet apo mënyrat më të mira për të kaluar problemet. Pastaj një mori hallka të mekanizmave të ndryshme institucional që bëjnë mbështetje të kësaj, duke u dhënë përkraje edhe një lloj suportimi që dal të qetësohen që sistemi i gjakrat edhe shoqëria të merr një binar. Mos dëshkueshmëria, pastaj sistemi dhe na verdikte të ndryshme nuk shkojnë
krahas veprave penale shumica se ekzistojnë ato zbrastirat ligjore, mos themi se ka dhe korrupsion në sistemin gjyqësor, ashtu që këto janë indikacione të cilat ju japin krah dhunuesve të potencial të arshëm dhe shkelzve. Në disa raste, kur këto do ishin minimizuar, funksionon sistemi i drejtësisë, kemi një mirëqenie stabile, kemi një sistem të edukimit arsimor të mirëfillt, pastaj kemi një punësim apo një sistem arsimor që garanton punësimin edhe pagë dinjitetshme. Kjo do i minimizojë ato problemet të ndryshme socioekonomike dhe do i shlirojë nga ato ngërçet ekzistenciale shumë qytetar apo shumë vendas, edhe duke parë si potencial dhe perspektivë të qëndruar këto, jo si potencial apo synim diku tjetër në Evropës. Zoti Zorza, a ka dallime të mëdha në Kosovë, dallime kulturologjike që do të mund eventualisht çonin përplasje kulturologjike në mes një zone të caktuar nga tra zonës rurale dhe kësaj urbane, apo nuk ka aq dallime, nuk është hendek i madh, sepse edhe kjo është një prej problematikave që çon përplasje. Më herët ka pas përplasje dhe dallimet kanë qenë më shumë të theksuara, intensiteti ka qenë më i lartë, dal po shohim që kemi migrime të mëdha prej zonave ruraleve drejt qendrave urbane, ashtu edhe ky gërshetimi, tash pranimi mentalitetit urban nga zona rurale shkon pak në dal gadal. Kërkon kohë, adaptim, integrim në soza të ndryshme sociale, po me kohë kjo do vije në shprehje dhe këto përplasje si që kemi pas rajonale apo kulturore, e mos thej mentaliteteve të ndryshme rajone, dal gadal po mendoj po zbehet. Kemi një ngritje, unë mendoj se kemi një emancipim, një vetëdijsim në shumë segmente të ndryshme. Po anën tjetër po na shpërfaqen kohë pas kohë këto edhe po na kthej një farë si lloj, një farë forme, një farë depresioni kolektiv siç na shpërfaqen këto vrasjet e fundit, se kemi disa nuanca, mos themi si stileve të jetës apo dinamikave të cilat kanë marrë një farë rrugtimit mirë brenda shoqërisë, po në anën tjetër këto ku na shpërfaqen, këto dhuna apo këto vrasjet brutale, këto një farë forme pe krijon një farë alarme dhe po na kthejnë dyqysh si në retrospektivë apo në prapësi si kolektiv, si shoqëri. Zoti Xherxa, do me thënë, po ndodhin rastet, ka reagim qytetar, ka reagim institucional deri diku, mediat diskutojnë, hapin debate, ka diskutime, por mbeten të tilla. Do me thënë, nuk ka një reagim social më të madh dhe institucional. Një vullnet po për një. Po mbesim këtë rrethin vicioz, kështu veç po sillemi. Do me thënë, nuk po arrim me dal jashtë asaj kornize. Ashtu. S'po mundëm me dal jashtë asaj kornize, nuk kemi një vullnet, nuk kemi një ekspertizë, edhe nuk kemi një, mos themi, kemi një lloj shpërputhje mes mentalitetit tonë social apo shoqëror me institucionet që kemi kriju. Kemi këto një farë çakordimi. Ne faktikisht duhet t'ju besojmë institucioneve, institucionet faktikisht janë reprezentuese të popullit të shoqërisë. Këtu kemi një farë lloj mos përputhje çakordencë, edhe pse institucionet mendimin e varësisë ndërkombëtare janë mundu të bëhen më të mira me gjitha qalimet, brishësinë, po në anën tjetër mentaliteti jonë diçka po na heziton m'ju besu, qofshin sistemit shëndetësisë, qofshin sistemit drejtësisë, qofshin sistemit arsimit me këto testimet e PISA, ashtu që mendoj ne si shoqëri ende nuk e kemi formuar atë mentalitetin e tatis shtetëror. Disa qarqe jemi se një shoqëri parashtetërore, disa nuanca i shpërfaqim kohë pas kohe. Por që institucionet shtetërore janë përfaqësim edhe pasqyrë e popullsisë, e masës. Duhen me qenë sinkronizim, edhe dal ka ata ngritjen e kapaciteteve si brenda shoqërisë, edhe frymimi apo çaj lidhja, çaj simbioza duhet me qenë pak më e thellë mes institucioneve shtetit edhe bashkësisë, mos me pas si një farë hendek apo një farë shpërputhje mes këto dy poleve. E shpesh po na duket se në anën tjetër po ka problematika sociale, po në anën tjetër shteti nuk po merret.
me këto raste. Përmendet zëri Xherxa shifra alarmante, domethënë edhe të tmerrshme, çdo i katërti qytetar apo jo? 23.8 brenda 100 personave. Pe vjen çdo i Katërti, 4.1 armë apo jo? ka armë pa leje. A nuk është kjo alarm që dje sot nesër për një veprim, për dënime të mëdha. Ashtu, kjo është e disata herë në për media e kom potencu këtë fakt, për pas një farloj qarmatizime shoqëror të popullit ton, nevojitet edhe një rishikim i posedimit me leje për armë. Më duket që shumë lehtë vinë të posedimi, kam lexuar ato normat apo filterat të cilët i përdorin bashkitë ndërkombëtare që janë shumë më strikte, edhe janë monitoruese mbikëqyrëse në mënyrë permanente, krahasim më duket që shumë lehtë po edhe ata që i kanë po pasuron në anën tjetër nuk kemi një lloj e dim që në kontekstin ton kulturor shqiptarët kanë qenë gjatë lidhur me armë, po në tjetër është jemi në paqe. Sot kemi shtetin, policinë, ata i mbajnë armët. Kemi randën, kemi njerëz që merren me randën dhe sigurinë tonë. Po statistikat tilla nuk garanton askush që ndoshta anë pa leje mund të jenë edhe pjesë e personelit të institucioneve publike. Do me thënë ndoshta edhe vetë njerëzve të drejtësisë. Pavarësisht se cili askush me ligjin nuk do duhet kishte reagim ato ashpër. Po natyrisht nuk mund të kapësh dikën me armë pa leje dhe ta dënosh me 300 euro, 500 euro. Ç'është kjo? Shta modeli amerikan është më i përafërt me shoqërinë tonë për të pajisur me armë. E tash paramendoni gjithë këto problematika, konflikte, edhe nëse në ato momente të frystimit mlejve të ke armën me veti. Atëherë domi është potencial. Zoti Xherxa, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, nga Umberian Mustafa dhe kolegu Mendu Hysa, dëgjohemi sërish nesër në të njëjtën kohë.